Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministri australian Anthony Albanese nënshkruan të hënën një marrëveshje për mineralet kritike me qëllim kundërvënien ndaj Kinës në një takim të shënuar nga një thumbim i Trump ndaj ambasadorit të Australisë në Shtetet e Bashkuara për kritikat e mëparshme. Kina ishte në qendër të vëmendjes në samitin e parë në Shtëpinë e Bardhë mes Trump dhe Albanese, ku presidenti amerikan mbështeti gjithashtu një marrëveshje strategjike për nëndece me energji bërthamore me Australinë për të forcuar sigurinë në rajonin e Indo-Paqësorit. Ndërsa Trump dhe Albanese u përshëndetën ngrohtësisht, presidenti amerikan shpreu zemërimin për kritikat e mëparshme të ambasadorit australian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kevin Rudd, ish kryeministër. Rudd e kishte quajtur Trumpin në 2020 presidentin më shkatrimtar në histori, megjithse më vonë e fshiu komentin në rrjetet sociale. Trump tha se nuk ishte në dieni për komentet kritike dhe pyeti se ku ndodhej ambasadori tani. Kur e pa përballë në tryez, Trump tha: "As unë nuk të pëlqej ty dhe ndoshta nuk do të më pëlqesh asnjëherë." Vizita ndryshe duket se shkoi pa probleme me Albanese dhe Trump që nënshkruan një marrëveshje për mineralet të cilat Trump tha se ishte negociuar gjatë muajve të fundit. Albanese përshkroi atë si një projekt me vlerë $8.5 miliardë që e kemi gati për nisje. Një kopje e marrëveshjes e publikuar nga të dyja qeveritë thotë se të dy vendet do të investojnë secila nga $1 miliard gjatë 6 muajve të ardhshëm në projekte të nxjerrjes dhe përpunimit të mineraleve, si dhe do të vendosin një çmim minimal për mineralet kritike, një masë që kompanitë perëndimore kanë kërkuar prej kohësh. Një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë mbi marrëveshjen shtoi se investimet do të përqendroheshin në depozita mineralesh kritike me vlerë $53 miliardë, edhe pse nuk dha detaje mbi llojet apo vendodhjen e tyre. Për rreth një vit nga tani do të kemi aq shumë minerale kritike dhe elemente të rralla sa nuk do të dimë ç'të bëjmë me to, u tha Trump gazetarëve.